po dalim jashtë qëllimit të kësaj hapësire, pra të hapësirës për procedurë. Së dyti, me qenë se mu drejtuat personalisht, edhe unë ju drejtohem ju bëj thirrje shumë serioze që si politikani vjetër me eksperiencë të ngrihenin lartësinë e përgjegjësisë të fjalëve që thuhen këtu nga ne, sepse shpeshherë mund të jenë të frymëzuara edhe për qëllime të kapitalit politik, por ato kanë pasoja shumë të mëdha në opinionin publik, sepse e thënë nga një deputet merret seriozisht nga opinioni publik, pavarësisht se mund të jetë një fjalë tërësisht e pabazuar në fakte dhe mund të shkaktojë panik. Dhe paniku shkakton pastaj edhe pasoja të tjera si efekte anësore. Ndaj ju lutem, shumë faleminderit për thirrjen, por mirë është që thirrje të tilla serioze ti konsultojmë në biseda jo publike, dhe sepse kur e merrni fjalën këtu në parlament, populli mendon se e keni menduar gjatë edhe i keni konsultuar gjitha faktet. Nuk e dinë se shpeshherë përdoret çdo situatë vetëm për të fituar kapital politik. Ndjes që u zgjata zoti Bardhi.